Po tjetër punë se Edi Rama këte e mbron se ka vjedh me te, edhe me Erionin, po Erioni e lëshoj, se Erioni bëri gabimin fatal se u paraqit si zëvendës si ti. E kupton? Mos mendoti se e ka lëshu Edi Rama atë për arsye tjetër. Gjatë një konference për shtyp Sali Berisha publikoi disa nga përgjimet e SPAK që lidhe me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Beliaj. Sipas tij, këto përgjime janë organizuar nga kryeministri Edi Rama dhe zbatuar nga ministri Ulsi Manja. Berisha pretendon se Beliaj i ka kërkuar bashkëshortes së tij Ajola Xhoxha të informojë Ramën se ministra Belinda Balluku i ka dhënë 2 milion euro një personi të quajtur Olsi në Greqi. Sipas Sali Berishës, Rama e ka lëshuar Beliajin duke i dhënë udhëzime SPAK për arrestimin e tij, pasi e shikonte si një rival të rrezikshëm për postin e kryetarit të Partisë Socialiste. Pas zgjedhjeve të 12 majit, ai e krahason këtë situatë me Ogerta Manastiliun, e cila sipas tij ka më shumë dosje në SPAK, por nuk është ndjekur penalisht për shkak të mbrojtjes nga Edi Rama. Në ana tjetër, Berisha gjithashtu kritikoi listat politike duke i ndarë në profesionistë të formuar mirë dhe ata që nuk kanë dosje të rënda në SPAK. Ai pretendon se Rama ka mbrojtur Manastiliun për shkak të përfshirjes së përbashkët në skandale korruptive, ndërsa Erion Beliajin e la të bjerë për shkak të ambicieve të tij politike. E kupton? Mos mendoti se e ka lëshu Edi Rama atë për arsye tjetër. Absolutisht jo, vetëm se e dinte që 12 maj i zinte vendin ai. Ishte i papërmbajtur në karrierë. Dhe tha më mirë, i futi edhe ato çimkat me Uluziun. Janë zorën regjistrimet ku i thot, ndër të tjera, i thot Ajols, shko thuj Ram se Belinda i ka paguar Olsit 2 milion euro në Greqi. Në përgjimet e zbuluara sipas Berishës, Beliaj diskuton me Ajola Xhoxhën për një operacion financiar të Ballukut, pa e ditur se çdo lëvizje monitorohej nga Edi Rama. Këto akuza janë bërë pjesë e një debati të ashpër politik, ku Berisha akuzon Ramën për manipulim të institucioneve kundër kundërshtarëve të tij të brendshëm.